Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 20 mars dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. 20 marsi është dita 79 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 285 ditë. Ngjarje. 1413. Henry V bëhet mbret I Anglisë. 1602. Krijohet kompania hollandeze Indiano Lindore. 1933. Përfundon ndërtimi I kampit të parë të përqendrimit në Gjermani naziste, kampi vendosur në Dachau. 1969. U themelua Kosova Film, organizat për prodhimin, shpërndarjen dhe shfaqjen e filmave. 1995. Sekti Aum Shinrikyo kryen një sulm me gaz sarin në metronë e Tokios, duke vrarë 12 veta dhe plagosur më se 6.000. 2011. Forcat perëndimore sulmojnë bazat e Gaddafit. 2015. Hëna mbulon diellin në fenomenin e eklipsit të pranverës. Lindje. 1725. Lindi Abdulhamid I parë, sultani I Perandorisë Osmane. 1811. Lindi Napoleon II, biri Napoleon Bonapartit. 1886. Lindi Ali Sami Yen, themelues I Galatasaray Sport Club. 1920. Lindi Kemal Stafa, komunist dhe dëshmor antifashist shqiptar. 1960. Lindi Bajram Kosumi, politikan kosovar. 1984. Lindi Fernando Torres, futbollist spanjoll. Vdekje. 1413. Vdik Henry IV, mbreti I Anglisë. 1726. Vdik Isaac Newton, fizikant, matematicien, astronom dhe filozof anglez. 1925. Vdik George Curzon, politikan britanik. Festa dhe përvjetore. Ekuinoksi I pranverës dhe dita ndërkombëtare e tokës. 1956. Dita e pavarësisë së Tunizisë. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Fifit, e cila është një këngëtare mjaft e njohur. Fidoreta Raçi, ose Fifi, është këngëtare dhe tekstshkruese shqiptare nga Kosova. Ajo ka lindur në Gjermani dhe fëmijërinë e ka kaluar pjesërisht në 2 vende, në Kosovë dhe Gjermani, që në vogëli ka patur pasion muzikën dhe ka përforcuar atë duke ndjekur shkollën e muzikës në Prishtinë. Përveç kësaj, një nga pasionet e tjera të Fifit janë shkrimi dhe teatri, dhe për këtë arsye ka ndjekur studimet e larta në Akademinë e Arteve. Karriera muzikore e saj ka nisur që në moshën 10 vjeçare, ku ka qenë pjesëmarrëse në korin e shkollës. Ajo ka lindur më 31 mars të vitit 1994 në Herten, Gjermani, në një familje shqiptare nga Feriza I Kosovës. Duke formuar përpjekjet e saj të hershme në industrinë e muzikës, Raçi mori pjesë në konkurse të ndryshme muzikore dhe talentesh, duke përfshirë në Albania's Got Talents, The Voice of Albania dhe Top Fest. Duke adoptuar emrin skenik Fifi, ajo debutoi në 2015-ën. Këngëtarja u shfaq gjithashtu në sezonin e parë në Big Brother VIP Albania në periudhën nga tetori deri në nëntor të 2021-shit. Nga tetori 2022-shit, transmetuesi kombëtar shqiptar Radio Televizioni Shqiptar, raportuesi Raçi, ishte një nga 26 artistet e përzgjedhura për të konkurruar në edicionin e 61 të festivalit të këngës me këngën Stop. Më datë 19 korrik të 2015-ës, Fifi publikon videoklipin Frymon Mu. Në shtator të 2015-ës merr pjesë në këngën magjike me këngën Qysh. Në prill të 2016-ës publikon videoklipin Kuskus në bashkëpunim me Eri D. Më 2017-ën, Fifi publikon videoklipin Dashnia nuk është, gjithashtu në bashkëpunim me Eri D publikojnë videoklipin Dop.
Gjithashtu publikon dhe videoklipin Livonad dhe më pas në bashkëpunim me Aurela Gaçen publikojnë videoklipin Snook në bashkëpunim me Fifin. Në tetor të 2017-s, Fifi merr pjesë në këngën magjike me këngën Zhurmë, ku fitoi çmimin e tretë. Më 2018, ajo publikon videoklipet Nanushi 1 dhe Nanushi 2. Publikon videoklipin Habibi në bashkëpunim me Lamar dhe gjithashtu publikon videoklipin Kriminali i zemrës. Në nëntor të 2018-s, merr pjesë në këngën magjike me këngën Psikopatja jote në bashkëpunim me MC Creation. Më 2019-ën, publikon videoklipin Akoma, gjithashtu videoklipin Zogo, Indiane dhe Shqipe. Në nëntor të 2019-s, merr pjesë në këngën magjike me këngën Marova. Në 2020-ën publikon videoklipet Qaj, Lezet në bashkëpunim me Remzia Osmanin, videoklipin Apo vjen me mua. Më datë 27 shtator të 2020-s, bashkë me Blackin publikon videoklipin Bidoz. Më 2020-ën Fifi dhe Ermal Feyzullah publikojnë videoklipin Përjetësi. Në 2021-shin publikon videoklipin Manjak i dhimbjes, gjithashtu së bashku me Bruno merr pjesë në këngën magjike me këngën Fiksim. Më 30 shtator të 2021-shit publikon videoklipin Mamore. Më datë 18 shkurt të 2022-shit publikon videoklipin Hana në bashkëpunim me DJ PM dhe DJ Dax. Gjithashtu në qershor së bashku me Tunën, ajo publikon videoklipin Melaçe. Më 7 korrik të 2022-shit, Gjiko dhe Fifi publikojnë videoklipin Djegi Krejt. Në nëntor të 2021-shit, ajo publikon Vëmendjen. Gjithashtu publikon dhe videoklipin Dehur, së bashku me Markel Gogën. Në nëntor të 2022-shit, Fifi publikon videoklipin Refuzuar, Trauma dhe Kujna Jek ja kalon. Në dhjetor të 2022-shit merr pjesë në festivalin e 61 në RTS me këngën Stop. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur portfolio e vlerave ushqyese të pitajas ose frutit të dragoit. Pitaja është një frut ekzotik që gjendet në mbar Azinë. Ky frut njihet ndryshe si fruti i dragoit. Ai njihet për vlerat e larta ushqimore, pasi përmban shumë vitamina, minerale, fibra dhe antioksidant. Po ashtu, ky frut ka një përqindje të lartë vitaminash A dhe C, si dhe kalcium. Pitaja rekomandohet për personat që vuajnë nga diabeti, pasi ul rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve të ndryshme, gjithashtu sëmundjeve të zemrës, si dhe normalizon tensionin e lartë të gjakut. Pitaja është një burim i shkëlqyer antioksidantësh, të cilët ndihmojnë në eliminimin e radikaleve të lira. Një veti tjetër e mirë te ky frut qëndron tek farat, të cilat përmbajnë acide yndyrore të dobishme për shëndetin. Ndryshe nga shumbim, frutat e dragoit përmbajnë shumë komponime betalin. Për më tepër, ato ndodhen vetëm ndër të tjera në pitaja, në panxharin e kushit dhe në disa lloje dardhash me gjëmba. Fal atyre, procesi i oksidimit të lipideve pengohet. Konsumimi i farave të dragoit ka një efekt të dobishëm në qelizat e kuqe të gjakut dhe parandalon ndryshimet në sistemin kardiovaskular. Fruti i dragoit është 80% ujë, kështu që ngrënia e tij është shumë freskuese. Ai është përdorur me shekuj në mjeksi. Fruti i dragoit, edhe pse kryesisht ujë, është i pasur me minerale dhe vitamina. Gjithashtu përmban proteina, fibra, yndyrna, vitamin C, vitamin B6, vitamin B2, kalcium, fosfor dhe hekur. Ky e bën që pitaja të jetë një super ushqim. Përveç kësaj, farat e fruteve të dragoit përmbajnë acide yndyrore të pangohura të vlefshme, omega 3 dhe omega 6. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 10 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 9 deri 16 gradë Celsius, Kukës 5 deri 13 gradë Celsius, Peshkopi 9
deri 14 gradë Celsius, Tiranë 9 deri 16 gradë Celsius, Durrës 11 deri 14 gradë Celsius, Kavaj 11 deri 15 gradë Celsius, Elbasan 9 deri 16 gradë Celsius, Berat 8 deri 16 gradë Celsius, Korç 4 deri 14 gradë Celsius, Vlorë 10 deri 15 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri 14 gradë Celsius, Sarand 8 deri 13 gradë Celsius. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 17 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 7 deri 17 gradë Celsius, Podujev 4 deri 15 gradë Celsius, Skënderaj 6 deri 16 gradë Celsius, Pej 10 deri 15 gradë Celsius, Prishtinë 7 deri 16 gradë Celsius, Gjakov 4 deri 17 gradë Celsius, Malishev 7 deri 17 gradë Celsius, Gjilan 5 deri 16 gradë Celsius, Ferizaj 7 deri 17 gradë Celsius, Kaçanik 7 deri 16 gradë Celsius, Prizren 8 deri 16 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, Twitter, TikTok dhe Facebook. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.